relike të viteve të komunizmit, por dhe atrakcion turistik. Ka bunker me grykën drejtuar nga Korfuzi, këtu. Dhe ai atje janë ato që kanë mbetur nga fortifikimi i viteve të komunizmit. Zyrtarisht mendohet që rreth 280.000 bunker u ndërtuan në vitet 70 dhe 80, por jo zyrtarisht mendohet që numri i tyre është rreth 800.000. Ky është bunkeri tjetër, me pamje thash nga Korfuzi, ndërkohë që pamja e detit është spektakolare. Shiheni pak gjithë pamjen, jam në Porto Palermo, në mes të gjelbrimit nën kalaja është sipër nuk duket, dhe pamja është spektakolare. Vetëm një ide për të parë se sa mrekulli është rreth e rrotull.